Kjo është gjendja në të cilën ndodhet sot shëtitoria në Shirok. Shiroka, një nga zonat më të frekuentuara nga turistët dhe qytetarët, po përballet me dëmtime të shumta vetëm pak vite pas ndërtimit. Pllaka të thyra dhe gropa përgjatë shëtitores janë pamje që hasin çdo ditë vizitorët që zgjedhin këtë destinacion për shëtitje dhe relaks. Për qytetarët, kjo situatë është shqetësuese, pasi dëmtimet jo vetëm prishin imazhin dhe rëndësinë që ka Shiroka si pikë turistike, por përbën rrezike dhe për kalimtarët, kryesisht drejtuesit e automjeteve. Skandal. Punimet e dromës. Këta janë. S'ka 4-5 janë po, edhe ka marrë çdo gjë. Kaq kisha. Shumë. Hajse na marrim kajin, por për makina herë është skandal. Turp me pakusht. Vjen një ujë e shef, marrë me pakush. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të shpejtë nga institucionet përgjegjëse për riparimin dhe mirëmbajtjen e shëtitores, në mënyrë që kjo hapësirë publike të rikthehet në standardet e duhura dhe të mos degradojë më tej.